Jemi kthyer dëgjuesdashur me pjesën e dytë të emisionit Pasdita Sportive. Siç thash, madje mysafirin fakt, vetëm se për fola dhe tregova se kush do të jetë. Me ne në studio është drejtori në fakt që me një postim tim në Facebook kam thënë e meriton çmimin deri i qytetit. Kështu që Gjinja ka bo gati ajo, ende se di, kështu që do na diskutoj edhe do na tregoj edhe vetë drejtori i skuadrës së vllazërimit që arritën trofeun e Ligës Unike, duke fituar trofeun e radhës prap pas 29 viteve. Drejtori, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit mas parë për vlerësimin. Titulli i Ligës Unike ka shumë të veçantë. Madje nganjëherë është edhe pse pak po e smallej, po ka edhe atë meritën e një titullit kampionit të mbar Kosovës. Kjo sepse te kalon edhe për masat e shtetit Kosovës, duke ditë se është ligë unike, përfshirë edhe me ekipe tjera të Shqipërisë. Po, ka qenë sidomos një garë shumë e fortë, edhe duke pasë edhe dy klubet e Kosovës edhe Beslidja kanë qenë, përveç vllazërimit që kanë qenë në Final Four, kanë qenë në një formë tepër të mirë, kështu që vllazërimi ka pas një garë të fortë për me mrejt këtë titull, edhe besoj që sidomos puna e trojave shqiptare, besoj që i shkon shumë këtë titull vllazërimit. Madje edhe vetë Gjakova, sepse gjithherë Gjakova lufton të jetë një lloj bashkimi kombëtar. Lufton edhe gjithmonë e jep atë pasqyrën e ngjyrave kuqezi dhe mundohet të shpreha atë dëshirën edhe mos ta harroj për cila ngjyra që ndrojmë ne edhe kemi luftu. Unë trofeun e kemi këto, po në fakt më përshat glorifikuar pjesën e KB vllazërimit, çka ndodh. Jo, unë u thirra dje nga organizatorët që të shkoj ta marr pllakën e graviruar me emrin e klubit, po ne ende s'kemi pas kohë mirë të pushojmë, kështu që nuk kisha kohë për me ardhë me marrë, dhe sot është ditë vikendi dhe nuk ishin të qasshëm personat përgjes për me marrë pllakën e graviruar. Kështu që deri të martën duket... Deri tonën të martën se besoj që do të kemë. Një trofej në fakt që i shton rëndësi madje edhe vetë motivimin, duke ditë që jemi shumë pranë edhe fazës play-offit. Po, besoj klubi jonë gjatë çdo sezonit ka treguar një formë të mirë, edhe tash në fazën e play-offit kemi treguar se Prishtina dhe Ylli faktikisht kanë pas formën më të mirë gjatë të kohës fundit, dhe vllazërimi ishte akti përballoj, kështu që po shkojmë në një formë mirë në play-off edhe shpresojmë që ta përfundojmë mirë këtë sezon. Unë ndjetë ndo pak të frikësuar para fazës finalet Ligës Unike. Frika nuk na karakterizon neve, se cilin vetë që garojmë me ekipe që kanë fuqi financiare shumë më të madhe se ne, po ne asnjëherë nuk i kemi friguar konkurrencës dhe vazhdojmë ashtu njëjtë, të jemi konkurrues në fushë pa marrë parasysh emrave të lojtarëve që i kemi përballë dhe ekipeve që konkurrojnë. Atë kanë telefonuar edhe ekipe tjera duke ditë që me një shumë modeste ke arrit sigurisht basketbollista shumë cilësor, duke imposhtur edhe basketbollistat e tjerë që kanë luajtur në Euroligë, ligat e tjera. Po i falenderoj se gjitha klubet e Superligës, secili për tërë na ka uruar neve privatisht me mesazhe, dhe i falenderoj për urimet. Trofeun e Ligës Unike në Prishtinë. Po ne keshim një garë me Prishtinën pak para lojrave të Ligës Unike, sepse karuam dy ekipet për organizimin. Prishtina fitoi organizimin, po ne fituam kupën. Besoj që jemi më të kënaqur ne kësaj radhe. MVP Arjan Azemi, një djalë i cili deri vitin e kaluar fakt ka qenë pjesë e skuadrës së Istogut. Po. Edhe me ranin nga Istogu të Istogut ligën e parë, paka shumë u zbe edhe ai entuziazmi bëse edhe i ti si basketbollist, duke ditë edhe pjesën e një ngjarje të cilën mund të na tregosh edhe ti, sepse ke treguar paka shumë për babain e tij. Spori Arjonit, se besoj që diçka ja shpreh dëshirën për basketboll, pasi ai është viti 3 që le familjen në Amerikë për të ardhur luajt këtu. Po një falenderim veçantë besoj ka edhe trajneri i Stogut Fikret Shatri, i cili ka arrit me gjetë si lojtar
Arionin me sjell në Kosovë dhe gjithashtu ka jap një kontribut të madh që ai ta ketë pasaportën e Kosovës. Po Arioni e ka pas, domethënë prej fillimit të sezonit ka pas një situatë jo të mirë të familjes, domethënë babajnë e ka të smut. Dhe ai ka vendos me fillu sezonin, por edhe pse ju ke kecu gjendja, ai vetëm e ka bën një vizitë shkurtë dhe është rikthy pranë ekipit për me jap një kontribut të madh siç e ka jap në finale, por gjatë gjithë sezonit ka qenë një lojtar i rëndësishëm i klubit edhe na falenderoj shumë edhe publikisht për sakrificën që e bën për ekipin. Po besoj që secili lojtar i klubit ton ka bërë një sakrificë të madhe, sidomos lojën e finales, dhe i falenderoj secilin. Shumë përveç Arionit kime Dëmbulloshku, një lojtar i cili nuk di fakt edhe basketbollin kosovar, hiç pjesën dhe artgashit e Suarezës, që ka pasur lëndime më të rënda deri më tash. Jo, edhe domethënë Doni ka pas lëndime ende pa u konsolidu mirë në Superligë. Domethënë ai ka pas paraqitje, por nuk ka pas një vazhdimsi të ndeshjeve dhe ka arrit vitin e parë me ne në Superligë që ka pas më shumë ndeshje, ka arrit mu lëndu. Dhe ai nuk u ndal të punë, domethënë ndoshta shumë pak persona afër tij kanë besuar që ai ka më rikthy, edhe po ai nuk e ka ndal ky mosbesim, ai ka vazhduar me punua dhe besoj që i ka thyer shumë teori edhe u rikthy edhe më i fuqishëm se që ka qenë. Madje është për lojtarëve kyç të sodra vllazimit. Po, është një lojtar kyç, është një lojtar i cili ka shumë minuta edhe nganjëherë del edhe për te domethënë aftësive që ja lejon, domethënë sepse ka pas një pauzë gat që ja lejon trupi vet, ai sakrifikohet për klubin edhe asnjëherë nuk thotë jo që nuk mund të luaj, gjithmonë është i gatshëm për ekipin. Keni pak lojtarë cilës vendor, por keni shumë cilësor. Po, është e vërtet, ne kemi 4 lojtarë që kanë pak më shumë përvojë edhe 2 lojtarë të ri, dhe ata janë mrekullueshëm, domethënë me punën e tyre, me përditshmërinë e tyre, me fokusin që e kanë për mu përmirësuar çdo ditë, edhe me trajtimin që ju bën trajneri çdo ditë, me sugjerimet që ju jep, ata gjithmonë janë të hapur për mu përmirësuar dhe besoj që puna atyre gjatë gjithë sezonit po shfaqet tani edhe po jep rezultat. Po do mundola ende tek Liga Unike. Në nda pak me emocione kur e keni fituar trofeun, sepse fituat vetëm pas vazhdime, edhe kjo pas vazhdime bota edhe me dritëruse, sidomos ato sekundat e fundit deri që luteni mu kry ndeshja sa më shpejt. Ka qenë një emocion i veçantë, duke ditë se vllaznimi 2 lojtarët e PSU Sport, domethënë Helens dhe gjithë u përjashtu me 5 gabime personale, kështu që them drejtën, ndoshta edhe për mua ka qenë vështirë kur kemi filluar vazhdime, për mua ka qenë vështirë me besu që do të arrijnë të fitojmë ndaj një Prishtinë që ka kvalitete të jashtëzakonshme, por besoj që ata lojtarë në fush nuk është se patë ndonjë arsye të ndalen, ata nuk i ndali askush, ata luftuan edhe me një angazhim tepër të madh arritën ta marrin fitoren, po për ne aty në publik ka qenë e jashtëzakonshme, domethënë atë moment që është mbyll ndeshja për neve ka qenë e pabesueshme, e sidomos ka buë edhe më veçantë atë festën, sepse i kishim tifozët tonë mbrapa shpinës edhe festa ka qenë e jashtëzakonshme, një emocion i papërshkrueshëm. A ose fakta e kishe propozu edhe tek Federata e Basketbollit që të lejon tifozët mysafir, me qenë se faza play-off-i do t'jetë pa tifoz mysafir. E kemi parë fakt të ndeshjet e fundit, nuk është ka pasur përplasje mes e vërtet, po tash na e kemi pas një problem që duhet me mësu nga historia. Domethënë Superkupa e Prishtinë para 2 ose 3 viteve ka pas një problem të madh që ka rezultuar me dëshkim nga shteti për klubet tona për përjashtim tifozëve. Kështu që neve na bën pak skeptik kjo puna dy tifozërive, sepse një eskalim i situatës mund të ketë pasojë që mos ketë tifozëri fare. Kështu që është e vërtetë që kjo ndenja e 2 tifozërive brenda në sallë është e veçantë,
po na duhet me po edhe çka mundsojmë sallat tona. Domethënë sallat tona pak i kanë hyrjet e përzira që e bojnë pak vështirë menaxhimin e dy tifozërive, edhe pse dëshira gjithë secili prej neve është me pas dy tifozëri, po na duhet me kthyer edhe pak infrastruktura sa na lejon. Ndashta do të më mendu që vitin e ardhshëm të përgatitemi me infrastrukturë në disa qytete që me leju dy tifozëri sepse po i mungon domethënë po i mungojnë sallës basketbollit këto atmosferë se çish finalja. 29 vite pritje, kohë gjatë. Shumë kohë gjatë, edhe me të vërtetë që ajo festa kur kemi këtu në qytet ka qenë një gëzim i madh i qytetarëve të Gjakovës duke shpreh atë gëzimin që u shprit një kohë gjatë për një titull në qytet edhe secili ka qenë falënderues ndaj ekipit, ndaj neve si kryesi, duke na falënderu për mundin që kena bërë dhe me të vërtet ku në ato momente u konë një ndjenjë e mrekullueshme për atë çfarë kemi arritur. Deri në çfarë ore zgjati festa? Ai ka zëvendë mëngjesi. Më sa më deri 4:30. Unë kam qenë pjesë e festës, po ka pas njerëz që kanë vazhduar edhe pak. Edhe për fat keq kemi ndeshje të diellën, kështu që do të më pushu dhe më fokusu tash ndeshje të rradhës se besoj që kemi merituar disa ditë më shumë festë. Po trajneri Jeronimi Sarin, çka ai vendos të kapela? Duke ditë që Maharet ka qenë pjesë e skuadrës së Prishtinës, e ka fituar madje titullin me Prishtinën, tash e fitoi me vllaznimin Prishtinë. Unë kisha pas dëshirë me falënderu trajnerin për një bashkëpunim shumë mirë që e keni, po për një gjë shumë të rëndësishme të cilën nuk e kum pas. Domethënë një bashkëpunim që nuk e kemi pas më herët me trajnerë të tjerë është pozitivitet të qesja. Domethënë pa marrë parasysh barrierave, problemeve që i kemi, lëndimeve, ai gjithmonë është pozitiv. Domethënë gjithmonë thotë mos u bërngosni se ka zgjidhje. Edhe besoj që energjia pozitive që i ka sjell ai edhe vetë besimi që i jep lojtarëve çdo ditë, korrigjimet, ato sugjerimet e vogla që ju bën si lojtarëve dorë ashtu të huaj e kanë bërë vllaznimin e një ekip tepër cilësor në Super League, edhe pse me buxhet shumë të vogël, edhe kisha pas dëshirë me falënderu tepër që e ka pranuar ofertën tonë se është bërë pjesë e klubit. Drejtori është po du më ndalim pak tek trajneri, sepse vjen nga një vend i cili pikërisht është prej atyre basketbollistëve më të mirë të Evropës. Sa do që të përmendim, pavarësisht që kemi Luka Doncicin, kemi Parkerin e Francës, kemi Dirk Nowitzkin e Gjermanisë, por kur përmendet Mozart i basketbollit, bëhet fjalë për Dražen Petrovicin, u pak më ndryshe. Dhe pikërisht vjen më duket nga qyteti i njëjtë, nga Shibeniku. Dhe ka ndodhur ndonjëherë t'ju flet ose t'ju tregoj ngjarje për Dražen Petrovicin, madje ta marrë si motivim tek lojtarët për t'i motivuar për secilin prej ndeshjeve? Në takimin e parë që kena pas, domethënë trajneri bashkë me lojtarët, ai ka pas një fjalim kështu të thjesht, po ka treguar që unë vi nga një vend që një mirë basketbollin edhe është rrit me basketboll. Ka treguar që në atë vend ku rrit ky kanë luajtur shumë lojtarë të mirë, ku ky ka pas mundësi me i pa, edhe ju ka shprehur dëshirën që çfarëdo që di ky për basketboll është i hapur t'ju tregoj lojtarëve, edhe besoj që jo vetëm Shibeniki, po e gjithë Kroacia ka një traditë madhe të basketbollit, po dhe trajneri unë ka një karrierë të mirë si basketbollist vetë, kështu që ajo përvojë që ka ai në basketboll na ka ndihmuar neve për përditshmëri edhe për me zgjidhë disa probleme që secili ka. Shumë shpesh ty se kaluara zgjidh probleme. Ngjarjet e kaluara, domethënë përvoja nuk vlet me paraç. Kështu që përvoja trajnerit ton ka qenë ndonjë Chelsea kyç për ne me buket hapin e madh. Të kishin e lidh me probleme pare, kështu secili të dhon gjithçka veç me marrë një lloj karriere, një lojtari patyshim. Është vërtet, po sidomos edhe këto ngjarje të mëdha, këto titujt që vijnë, shumë elemente bashkohen bashkë, se nuk është që një element e bën ndryshimin. Jena për shtatë besoj që trajneri ka pruar përvojën e vet, klubi e ka jap
energjinë e vet, edhe kemi arrit me një pikë ku u konkuaduar që na me fitu titullin. A ka pushim për lojtarët me njerëz stërvitje? Jo, kam pas faktikisht prantën pushim, sepse kemi qenë me një fest mirë, po sot kanë stërvitje, më thonë me pamundësia për atë dhe kom ardhë vetë, sepse ju eftuat edhe një lojtar, po ata janë tani në stërvitje, për fat keq se si thash nuk kena pas kohë për fest më shumë, po tani kemi edhe 3 lojë të mbetëra të ligës, domethënë kemi borën për të diellën, në mesjavë kemi me Yllin edhe në fundjavë prapë me Prishtinën, e përmbyllim ciklin e 4 të Superligës dhe pastaj duke marrë parasysh se ku renditemi do ta shikojmë kur kemi kundërshtar në play-off. Çka tash pas Ligës Unike? Vazhdimi vazhdon me qenë i fokusuar tash në play-off, të punojmë shpresoj që s'kemi probleme me lëndime sepse për ne pak e kemi rosterin e ngushtë, edhe një lëndim për ne është vërehet shumë, kështu që vetëm ajo është dëshira imja edhe besoj që do ta shihni një vllaznim të fortë edhe në play-off. Duke ditë që ka përballë do të keni kundërshtar shumë të fortë. Madje vendi i parë dhe i dytë e dim që shkojnë direkt në fazën gjysmëfinale. Kam pushim shumë më gjatë se ekipet që luajnë pse shë garen deri në fund. Po tash ai pushimi mund të qenë i mirë, po jo edhe shumë mirë. Mund edhe jo edhe mirë. Kështu që deri tash vllaznimi në këtë ritëm të ndeshjeve, çdo 3 ditë ka qenë domethënë në nivel të mirë dhe besoj që nuk do na ndikoj. Edhe do të jemi mirë, vendi i parë dhe i dytë ende nuk është i vendosur në Superligë, domethënë është garë Trepça, Bashkimi dhe Prishtina, se secila do të jetë në vendin e parë, dytë dhe tretë. Po edhe vendi 4, 5, 6 jemi në garë ne, Ylli dhe Peja, kështu që këto 3 xhirat e fundit do vendosin se kush më kon do përballet, edhe masej do dihet më mirë e çoria se cilin në play-off dhe do të shohim, do të bëjmë se cilin matematikat tona. A ka qenë deri tash liga ndonjëherë më e fortë tash për tash, me të cilën të gjitha skuadra në fakt kanë konkurrencë njëra me tjetrën. Besoj bukuria e basketbollit kosovar si vjet ka qenë që 7 ose 8 skuadra kanë qenë afër atë me kualitet, edhe secila ka arrit me ball njëra tjetrës, edhe besoj që ata po bëjnë basketbollin interesant. Po si vjet, domethënë unë nuk mendoj që do ketë favorit në play-off. Domethënë secila skuadër që do të jetë pjesë e play-offit do të ketë shans ta fitojë titullin, edhe do të jetë një play-off tepër interesant. Madje është shumë interesant se s'ka lidhje me këtu puna financa, sa ka ekipi, sa ka investu. Unë mendoj që jo vetëm këtu, po edhe në botë teshe ekipe që janë shembull që kanë buxhet shumë më të vogël, po arrin me bokën. Marrët ka qenë Kosovë. Marrët ka qenë, sepse kemi pa për shembull një skuadër e cila ka shpenzuar shumë, duke ditë krahasimisht me ekipe tjera se s'kan pas edhe çfarë financa, është ditur nga fillimi sikur do ta fitoj. Po tash pak më ndryshe. Tash kemi 8 ekipa, po 8 janë me... Tash na kena buxhet pak më të vogël, po domethënë që s'kena buxhet. Kuptohet ajo. Na kena një buxhet me të cilin funksionojmë, edhe domethënë nuk është i vogël, po krahasim me ekipet tjera është i vogël. Domethënë po mendoj që na po më arrim me mbledh një grup të mirë të njerëzve që kontribuojnë në mënyrë vullnetare, që ajo është kosto, po nuk faktorohet te klubu, edhe po japin kontribut që mjetet që mbledhen me u pagu lojtarët edhe stafi që angazhohet në fushë. Për atë pyeta në fillim se thash kur të kanë thirrë klubet, atë kanë thirrë me të marrë edhe me vetin klub tyre, se duke ditë që me një buxhet shumë të vogël ke arritur të sjellësh lojtar të mirë, trajner të mirë edhe ke arrit deri tek suksesi. Tash tash vllazënimi me një kup, unë sepse që na atë për më mësu tjerë që është me vepruar. Na mundohem me bom. Për çfarë ta luftoj? Këtë ekip lufton për sukses, po besoj. Po luftojmë për sukses, po tash nuk mund të më bëj arrogant me një titull. Unë mendoj që edhe ekipet tjera punojnë jashtëzakonisht mirë. Domethënë mënyra që është menaxhohet basketbolli ka arrit në nivel të mirë edhe mendoj që në rang rajonal ekipet e basketbollit në Kosovë e kanë një standard të lartë se si organizohen. Edhe duke e pa dhe konkurrencën rajonale, unë mendoj që na kena një fatkeqësi të madhe që nuk po mundem me marrë në për këto ligat si ABA Ligë, domethënë me qenë pjesëmarrëse edhe me tregu kvalitetin që e kena. Edhe kish me qenë tepër një mundësi e mirë, sa i përket organizimit,
këtu janë nisë prej Trepçës, Prishtinës, Ylli, Peja, Bora si vjet, Bashkimi, edhe Ponte, se cila në atë metodën e vet është tepër mirë organizuar dhe strukturuar, sidomos këto 4 vitet e fundit. Edhe unë mendoj që rajoni duhet, domethënë sidomos Maqedonia, këto nuk kanë kaq shumë klube të cilat janë të organizuar në këtë mënyrë, edhe na besoj se secili klub pjesë secilit klub tjetër ka se çka më marrë dhe çka më mësu. Me qenë se të regova paka shumë për objektiven vllazënimit për këtë sezon. Po cilë do t'jetë për sezonin tjetër? Mund të flasim, mund t'jetë ekipi i vllazënimit tjetër ndonjë prej liga, pse jo? Si Balkan League apo Liga Unike, po se po, por edhe në ekipe ligat të tjera private. Ligat Balkan Liga nuk është se ka pas, domethënë tash interesim të madh për ekipeve tjera, jo Kosova, se Kosova herën e fundit ndohet i ka pas 3 skuadra, po kanë qenë vetëm edhe 2 tjera, kështu që si ligë nuk e kam pas që ka pas organizim të mirë për na me qenë pjesë, po të shohim nëse ka ndonjë mundësi tjetër, pse jo mos jemi na si klub pjesë e disa ligave tjera, sepse si vjet kemi pas një përvojë të mirë në Ligën Unike, po edhe i ka shërbyer ekipit në lojra edhe në atmosferë të ekipit, po këto udhëtime domethënë kanë qenë një motiv shtesë për bashkimin e ekipit, kemi pas një kohë të mirë lojtarët mes vete dhe me të vërtetë ka qenë një vendim i qelluar nga ne për të marrë pjesë. Si she këto ligat private? Sa janë frytshme, duke ditë që për me ka shumë argjime edhe shumë pak përfitime, po sa janë të mira edhe për me arrit atë projektin e vetë skuadrës. Po tash nëse ekipet e Kosovës kishin mujtë me qenë në ABA League, besoj që edhe këta lojtarë të huaj që vinë me lujtë në Kosovë, që janë pak më cilësor, kishim arrit me i nënshkruar me një pak shumë më të vogël. Për shkak se ata kishin pas një ekspozim tepër më të madh nëse na kishim lujtë në ABA League. Edhe për ne është një pengesë e madhe ajo se lojtarët që dojnë marrë që janë pak më cilësor për me lujtë në Kosovë, ata i ftoh ajo se nuk kanë një ligë tjetër me të cilën kanë mu përballë me disa ekipe të mëdha që kish me qenë një marketing i mirë për ata për me shku me lujtë diku më lart. Edhe unë mendoj që ajo pak është pengesë për ne, po tash të shohim çfarë oferta kanë ligat private. Fatkeqësisht basketbolli nuk e ka institucionin, domethënë FIBA nuk është institucion shumë i fortë sikur UEFA, që është edhe FIFA që janë në futboll, që kanë një fuqi financiare tepër të madhe. Këto në basketboll ligat private faktikisht janë pak më të forta financiarisht, edhe detyrimisht je obliguar me kërcyer një zgjidhje tjetër në këto ligat private përveç ligave të FIBA-s. Do ndalem pak tek skuadra vllazënimit dhe pak a shumë tek lojtarët e huaj, para se sa është e vështirë me marrë një lojtar të huaj. E vështirë nuk është, po është e vështirë me marrë lojtar cili përshtatet edhe cili jep rezultat. E të pyeta për arsyen se përveç asaj që the punën që duhet me pagu shumë më shumë. Tjetra është një farë ndikimi që ende një pjesë e lojtarëve të huaj, pavarësisht nëse ardhë për herë të parë në Kosovë, shohin ose lexojnë ende aso lajme të ndryshme, të propagandave ndryshme edhe shteteve të tjera se që i bëjnë kundër Kosovës, që këto ende ka luftë. Sa është e vështirë me i bindë, edhe duke ditë që për me ka shumë karaktere të ndryshme. Është e vërtet, po tash mas disa viteve me që bashkëpunojnë na me agjencionet, sepse agjencionet janë pak a shumë ato cilat i orientojnë domethënë basketbollistat me karrierë. Na edhe besoj klubet tjera, secila janë ato bën një punë mirë për me përfaqësuar Kosovën mirë tek lojtarët tuaj. Edhe tash kur ata kanë një përvojë të mirë në Kosovë, ata i kanë disa shokë ose i kanë disa persona që hyjnë edhe e shikojnë online se kush ka luajtur në Kosovë dhe i kontaktojnë direkt. Nëse ata kanë pas një përvojë të mirë, atëherë edhe ata vendosin marrë në Kosovë. Për mi 90% të rasteve besoj që kanë përvojë të mirë në Kosovë, sepse viteve të fundit domethënë organizimi i klubeve është shumë i mirë, edhe kjo na ka ndihmuar neve tash se cilën vetë është më lehtë që na të kemi një
pasqyrë pozitive të Kosovës. Domethënë unë mendoj që këta lojtarë tuaj që vinë në Kosovë po japin një pasqyrë të mirë tek bashkëlojtarët e tyre ose te shokët e tyre që luajnë basketboll, edhe po japim një pasqyrë të mirë dhe po bëjmë një ambasador i mirë i Kosovës, sepse lojtarët tuaj që vinë luajnë në Kosovë edhe vitin tjetër po kanë shans të luajnë në ekipe të mëdha edhe në liga shumë të forta prej Kosovës. Kështu që mendoj që ne si Superliga e basketbollit po bëjmë një punë të mirë për një avokim se Kosova është një shtet i mirë për me luajtur basketboll, po edhe një shtet i mirë për me jetu disa muaj jashtë basketbollit. Do ndalim pak, je më shumë idhëtar i lojtarëve të rajonit apo lojtarë tuaj nga rrafshi ndërkombëtar, pavarësisht nga cili do shtet që vjen? Unë nuk është se kam paragjykime. Deri tash kena pas përvoja të mira, domethënë me lojtarët amerikan, nëse është se kemi pas lojtarë tuaj të rajonit në ekip, kështu që s'munda me pas një vendim, po nga historitë më hershme edhe lojtarët e rajonit janë disiplinuar, po na nuk kena pas probleme shumë me disiplinë me lojtarët e huaj deri tash. Domethënë janë kohë shumë mirë. Jo për punë disiplinën, se kam fjalën sepse pak a shumë dallon pak shumë basketbollit si luhet në Amerikë me si ka luhet në Evropë. Edhe e dim që e kanë shumë atletë, për shembull basketbollist nga Kroacia, qoftë edhe Maqedonia Verët apo edhe për dallim nga amerikanët, cilët Amerika prodhon ekstrem shumë basketbollista, domethënë ata janë shumë të hapur me gjetë një kontratë jashtë vendit edhe me ardhur në Kosovë me lut, domethënë ose në Kosovë ose në Ballkan. Këta lojtarë pak rajonal e kanë pak skeptik edhe kërkojnë rroga shumë të majme, domethënë për marrë me lutje në Kosovë. Lojtarët amerikanë pranojnë rroga pak më të arsyeshme për ne, për më arë me provu Kosovën që me bo një hap tjetër në karrierë, kështu që është pak e vështirë për ne me i përballu këta lojtarët e rajonit, sepse edhe ligat e veta i paguajnë me rroga të mira lojtarët cilësor që mund më arë me Kosovë, e është pak vështirë me gjetë lojtarë rajonal të cilët kishin mujt me luajtë nivelet çfarë luajnë amerikan me çmimet që na paguajnë. Cili është projekti i vllazërimit për lojtarë vendor, për të prodhuar lojtarë vendor? Na kemi fillu, domethënë si vjet është reformu shkolla basketbollit, kemi fillu me punu me gjenerata të reja pesër në javë, domethënë edhe me secilin gjenerat jemi duke me po punë, është pak vështirë sepse ajo lë kohë, nuk është se shihen rezultat me njerë si shihen ekipin e parë, por ne jemi duke mundu me punu në drejtim, por në jetën kohë duhet me ngritë kapacitetet të trajnerëve të rinj cilë punojnë me fëmijë, se dha përveç lojtarëve ka mungesë të trajnerëve, sepse duhet një staf i madh i trajnerëve për me punu me secilin gjeneral. Edhe ne po mundohem, e kemi do si vjet një buxhet edhe ku prej ekipit vllazimit paguan trajnerët, paguan shpenzimet e shkollës, edhe paguan edhe transporti i lojtarëve që me ndihmu lojtarëve të rinj që dojnë me qenë pjesë e basketbollit, mos me pas shumë ngarkesa financiare me qenë pjesë e klubit, po unë sa kum po edhe klubet tjera janë duke investuar në këtë drejtim, edhe besoj që në vitet e ardhshme kemi me pa produkt më të mirë vendor. Po vetëm një san, më falë që për ndërhy, edhe lojtarët e ri vendor e kanë pas një shansë shumë të mirë për me pas minutazh në vllazim. Po edhe besoj që ne kemi japë një shembull të mirë që me punë përditshme lojtarët vendor të Kosovës kanë kualitete për me garu në Superligë. Pikërisht për atë pyeta sepse ju jepni shumë lojtarë, shumë hapësirë lojtarë vendor, meqense si ka dhënë po flas po e hipnotizoj ose po e marr si shembull basketbollistin Don Poloshka, i cili nuk është ka pasur edhe hapësirë të mjaftueshme te Prishtina, të vllazëmi ka gjetë veten. Po ne mundojmë me kriju, ndoshta edhe për atë kemi Arber Sinanin, kemi edhe të tjerë. Arber Sinanin i vjet për shembull kanë luajtur edhe Shëndrit Llapi që ka nga Liga 2 Burim Zeki që s'është se ka pas shumë minutazh ka luajtë vllazimit, domethënë ne kemi marrë disa lojtarë që kemi pa që kanë potencial me luajtë Super League, kemi munduar me kriju një ambient të mirë për ata dhe besoj ata kanë shpërblyer me lojë edhe me rezultate në fushë. Ne mendojmë që kjo na ka bë neve pak më të veçantë sepse kemi marrë disa lojtarë që kemi pa që kanë talent për basketboll, edhe kemi kriju ambientin që ata mund një komod edhe me pas prioritet basketbollin edhe punën e përditshme, edhe ajo na ka jap rezultate të pritshme që kemi pas. Deri tash folëm për vllaznimin, folëm për pjesën e trofeut, folëm për basketbollin vendor, po ashtu edhe tuaj, çka
po na tregon nga vetja, sepse je prej atyre që punon nga jashtë, po ki bën punë shumë. Nuk jam shumë i mirë me fol për veti, po sa po e arrin, sepse për i mendoj është shumë problem. Është pak ngarkesë shumë e madhe, edhe unë para 5 viteve s'është se kom pas plan me qenë kaq i ngarkuar në sport, po duke po një mundësi të mirë që unë nga dita parë që jam këtu që kom po si mundësi që mundë me bëu diçka një punë të mirë me ekipin që ka qenë në vllaznim, edhe tash kjo ndjenja për me kontribu edhe për me bo një vllaznimin, një ekip konkurrues ka qenë një dëshirë e madhe e grupit me të cilin punoj, edhe nuk na kalon rahat. Fatkeqësisht unë kom lënë disa punë të mia keq dhe mangu, edhe falenderoj familjen time sepse ne punojmë me një biznes familjar për mirë kuptimin, edhe që ata tolerojnë që unë nuk shargjej shumë kohë në punën tona. Po edhe ata domethënë janë kontë lumtur me sukseset e klubit që janë arritur dhe asnjëherë nuk kam pasur pengesë këtë punën time që e kam bën. A ke qenë ndonjëherë pish ma me lën punën krejt? Cilën? Po, me vllaznimin. Nga njerë ngarkesa e madhe edhe ke mendime të ndryshme, po edhe si ke te kalu pak ka shumë si situatë. Zakonisht fundi i sezonit është shumë lodhshëm, sepse ka intensitet edhe zakonisht kjo puna e sportit është pak e ngarkuar sepse ti përveç punës gjatë javës edhe vikendi nuk e ke lirë. Kështu që ajo mungesa pranë familjes dhe pranë punës time nganjëherë më ka qenë më dyshe, po gjithmonë kjo dëshira për me pa vllaznimin sa më mirë ka triumfu. E di se pak a shumë është problemi pas mend të lojtë. Qysh do m'ja për bileta, sepse po besoj që ka me ka numër për fazë play-offit, ka me ka numër jashtëzakonshëm i tifozëve që kanë me kërku bileta për me përkra vllaznimin në play-off. Do të më shiku me dhejtë sollën pak. Se për fatkeqësisht to sollat tona janë kufizune dhe nuk kena në Kosovë se ka një sollë diku me kapacitet pak më të madh, unë mendoj që jo me projekt po shumë të bukura sa dush. Ja kena marrë dorën në nderave. Po besoj që vllaznimi ka me jap një atmosferë të mirë në play-off, edhe besoj këto atmosferat e sot që ne jep ato do më thonë ta hekin gjithat lodhen, gjithat mundin që bëhet çdo ditë mua dhe gjithë stafit për Chelsea. Unë fillim e përmenda që dush më shpall në deri qytetit. është bën jetë mu shpall në diri qytetin Gjakovë. Mund nuk e përket mu më vendosë, nuk e kom ata autoritet, mu më është me vetë për klubin, dhe për ato përgjigje që kom autoritet me vendosë. Po se i përket Gjakovës, bëse Gjakova ka meritu, ka jo kontribut madh gjithmonë në sport, ka kallëzu gjithmonë kulturë të mirë sportive, edhe besoj që e meriton tepër këtë titull që kemi marrë si vjetë. E di që nga njerë në do vende, ose në qytete flasë parafërsisht të frimon kjo farë lloj pjesa sportive në gjitha llojet e sportit. Me qenë se tashme ju kena arritë një prej suksesave, fakt shumë suksese, duke u rikthyer në Super League, duke fituar tash me titull të Ligës Sonike, e kemi një një ekip me shumë traditë, vllazënimi ligë të parë. Po ashtu edhe në handball në Kurçikalla. Lidheni bashkë për të parë një farë lloj të mire për gjitha ekipet e qytetit? Unë mendoj që ka pas një kohë të gjatë mungesës aktivitetit sportiv, edhe do të thonë edhe dashamirës të ndaj, do të thonë mungesë sukseseve, mungesë të zërive pozitive janë të rekë, sepse pas luftës ka pas shumë njerëz që privatisht kanë jap shumë tolla për sportin, në të gjitha sportet, do të thonë, njerëz të vullnetit të mirë, edhe tash ky një kohë gjatë pas suksese, pa arritë të mirë, besoj që ajo vetë ka arritë një ftofje e njerëzve për me kontribu, po unë ju bëj apel njerëzve me vullnet mirë që pa marrë parasysh se cili klub ose cili sport, sepse ka sporte, ka klube të cilët punojnë mirë, edhe
domethënë kanë nevojë për financa, kanë nevojë për ndihma të ndryshme edhe kisha dashur për mend edhe volejbolli, domethënë e bën një punë të mrekullueshme në Gjakovë, cilët e kanë sot finalen, vajzat senior kanë finalen për mundësitë Superliga dhe uroj suksese, po edhe handbolli mesh, handbolli femra që është Japonia një ekip tjetër bën një punë të mirë, po edhe futbolli është duke bën një punë shkëlqyeshme këto vjet të fundit në organizim. Po rezultatet në sport dojnë kohë. Domethënë duhet se cili prej neve me qenë durueshëm ndaj punës mirë që bëhet, sepse domethënë hapësim për gabime për më ardhur deri te ai suksesi i arritshëm. Na nuk mundem me prit që në sport pas një kohë të gjatë që kemi pas ngjecje tash me disa njerëz të mirë kemi më arrit me njerëz sukses. Ka më pas nevojë për investim kohës, investime monetare. Arsyeja pse të pyeta është që shumë të klubet e Prishtinës e kanë bërë asociacionin e klubeve Prishtina. Mund ndodh këtë edhe në Gjakovë. Unë jam shumë jetëtar i bashkimit shumë probleme me një vend. Unë më shumë jam jetëtar i autonomisë, domethënë se cila klube na muj me bë kërkesa në komunë për disa kushte që na duhen bashkërisht, që i kena bë shumë herë, po unë nuk besoj që grumbullimi i gjitha problemeve të gjitha klubeve me një vet ka më arrit një zgjidhje. Edhe besoj që secili që është pjesë e klubit i din më së miri ato problemet që i ka, na duhet me konë bashkë për me bo kërkesa për investime në infrastrukturë, për rritje të subvencioneve, që mendoj që klubet e Gjakovës e kanë merituar si vjet me pas ngritje të subvencioneve, të paktën dyfish, se duke marrë parasysh përqindjen në buxhet është Gjakova besoj që është ndër të fundit për subvencione, domethënë përqindje të subvencioneve, edhe mendoj që na në këto tema kryesore mundem me u bë bashkë, po me u bë bashkë me sjell këtë probleme në tavolinë më mundu me gjithë besoj që është zgjidhja. Diçka të fundit? Diçka të fundit, faleminderit për ftesën, edhe i bëj apel domethënë bizneseve në Gjakovë, të cilat janë SHPK, për ka një klubet, nuk është e thënë basketbollin ose një klubin ton, po atë mundësi që jep ligji për më jap 30% tatimit fitim, cilin keni me i dërgu në shtet, gjeni një klub i cili punon mirë, edhe dhuronja ato mjete. Kërkoni edhe llogari, po të paktën mundoj që ato mjete milionin sportin e Gjakovës, se sporti i Gjakovës ka nevojë, po ka edhe klube të cilat punojnë mirë, po kanë nevojë për financa për me qenë ma konkurrues në Kosovë. Drejtar, shumë faleminderit, ishte kënaqësi me të pas pjesë të emisionit Pasdita Sportive. Kënaqësi edhe imja, faleminderit shumë. Atëherë, dëgjues dashur, ishim së bashku me drejtorin e skuadrës së vllazimit Ital Bakia, ku diskutuam më shumë për trofeun, po ashtu edhe skuadrën e vllazimit në përgjithësi. Ne do të shkëputemi pas lajme e Blitz, do të rikthehemi me pjesën e fundit të emisionit Pasdita Sportive.